Familjarët e Gjeslit reagojnë ashpër ndaj Eglit pasi u rikthye në Big Brother VIP Albania. Nuk e ndjen. Rikthimi i Eglit në Big Brother VIP duket se ka shkaktuar trazira të shumta e pakënaqësi jo vetëm te ndjekësit e formatit, por kanë përfshirë edhe familjarët e Gjestit. Në një postim të bërë së fundmi në Insta Story-n e tij, në një shkrim të gjatë, thuhet ndër të tjera se personazhet e rikthyer në shtëpi po përpiqen të rrëzojnë Gjestin, duke përdorur ato që kanë parë nga jashtë. Pas rikthimit të saj, Egli ka ndryshuar totalisht sjellje kundrejt Gjestit e për këtë të fundit e ka bërë edhe konfuz në lidhur me informacionet që ajo ka marrë jashtë shtëpisë, teksa në postimin e plot thuhet: I mbyllur për më shumë se 150 ditë pa qasje në botën e jashtme, pa e shijuar luksin e thashëthemeve apo gjykimet e turmës, pa e ditur çfarë mendon bota që nuk ndjen as duar trokitjen e atyre që e duan, por as për buzjen e atyre që nuk e duan por sërish të ndjekin në çdo lëvizje tien. I vin njerëz që kanë pasur fatin të dalin jashtë, të mbushen me informacione të freskëta, e t'ja servirin ato të përzgjedhura për ta thyer, për ta rrëzuar, duke nxitur të dyshit të vetja të humbas busullën e lojës. E megjithatë, ka ende fuqinë ta shndërrojë gjithë këtë presion në burim force të pashtërueshme. Nëse ka një fitore që është e vështirë në të gjithë Big Brotherat, është kjo, jo një fitore që vjen gjithmonë me brohoritje, por ajo që vjen pasi ke kaluar në përhumnera, kur gjithçka ka punuar kundra teje, pas një drejtare të hapur, pas një dorë të shtrirë, por vetëm një shpirt që refuzoi të mposhtet. Kjo është një fitore që nuk kuptohet nga të gjithë, por peshon më rënd se çdo tjetër. Ishin thumbat e qartë të Gjestit, teksa kjo lidhet edhe me situatën që pat mbrëm me Eglin, teksa në një përballje që pat midis dy të rinjve, ishte Egli lidha edhe informacione kundër Rëzanës, duke thënë se ajo e ka akuzuar për orientimin seksual, gjë që bëri që Gjesti tani më t'i kundërvihet edhe partneres së vetme që kishte në lojë.